cute. Okej, mund mos duken fix si blet. Dhomën që kemi të stafit, tavolina e madhe për të ngrënë. Stërvitjen. Më kanë ardhur këto Alina! Wait. No climbing. Me shumë kujdes. Kujdes. Me dorën mamit. Can you find them? No. Hello. Mirë se erdhët në një video të re në kanalin tim. Unë syzet I kam vënë, po a më mban do të kafe një sekund Alina. Syzet I kam vënë, po filloj shiu. Okej. Gjithë javën kështu ka qenë koha, o zoti I madh, shi. Më duket se do jetë javën tjetër, por okej, nuk ka problem. Na ka mbajt boll koha e mirë, kështu që s'do ankohemi se kemi pak shi. Nuk është ftohtë të paktën. Kështu që është gjë e mirë. Po e lash atë. Po ikim në shkollë tani siç e kuptoni, në shkollë kalamiçat, unë në punë. O Alina, po litesh mi? Alina po më mban kafe. Ku është kafja? Thank you. Edhe që thoni ju, kam drejtuar vetëm baluket gjithë javën, dua që të kthej flokun tim të shëndetshëm. Edhe nuk dua ta pjastroj më kaq shpesh. Edhe kam vënë vetëm hidratant dhe krem dielli gjithë javën, se do jetë gjithë këto javë që jemi të shkolla do jetë vap, presupozohet. Kështu që thash do e nis me krem dielli dhe hidratant, asgjë tjetër, që mos bëhet dhe fytyra shkret kështu. Lodhet nga shumë produkte. Update tjetër. Kam filluar stërvitjen me Ilmonën, bravo. Edhe është 4 herë në javë, 1 orë. Edhe sa kam filluar domethënë. 2 seanca janë bërë, po shpresoj që të mund ta bëj tamam sepse është super. Nuk do e ndroja asnjëherë me thënë drejtën. Suportin, çdo gjë që ka është super. Kalojmë dhe rrugën te ky kryqëzimi që bën. Kemi parë një 3 aksidente vetëm ne. Unë këtë javë mendova të hanën që të filmoja çfarë ha në një javë, sepse po ha drekën të shkolla. Mom, it's leaking. It's okay, mom. No, it's gonna drop on me. Jo, pa mëre. Edhe t'ju tregoja që ha në një javë të shkolla. Po s'ka mundur, ka qenë shumë javë busy edhe nuk ka mundur. Mbase e bëj javën tjetër. Nuk e di, ta shikojmë. Prit, kujdes. Edhe shikoni. Po, tani. Shikoni pak. Thajnë mi me blet. Opa, o Alina. O mami. Nuk ecet kështu me ma. Shikoni, prit pak.
Fokus. Kanë dalë cute. Okej, mund mos duken fix si bleta, po ma jep tani kafen o sot e ma. Edhe nuk e mora çadrën, ka bler Erioni një çadër gjigande, shkojnë njerëzit përplasin kokën kur s'pres nga autobusi. Po hajt më, s'do bjeri shumë ndoshta. Dhe po u lagëm, s'ka gjë, është e premte sot. Qa doja t'ju thoja tjetër? Ishim të muzeu, kujdes o mami. Të Natural History Museum, kemi qenë më përpara. Po me thënë drejtën këtë herë nuk e di, nuk e shijuam shumë, isha me kushërirën me fëmijët. Nuk e di, kishte kaq shumë njerëz, sepse ishte java e pushimit half term, ishte e shtunë. Edhe nuk e di, domethënë realisht të merrej fryma brenda. Të merrej fryma, nuk e di. Nëse i pam, është shumë lezetshëm të shkosh, po të shkosh në një kohë që s'ka shumë njerëz, se ishte kafja ime që gjysmën ma derdhi Alina. Treni nuk është këtu tani. Iku. I kemi bler çantën e re kësaj picirukës. Sa, më duket se 5 pound bëri dhe Poundland ishte me ullje. E kishte atë tjetrën shumë të mirë, po është prishur të ripat se i kishte në këtë material, kurse kjo, priti shikoj pak ripat e çantës Alina, i ka kështu. Shpresoj të rezistoj tani, po ishte shumë e lezetshme. Zbrit tani. Zbrit poshtë. Ja, kë. Po mos harroj t'ju tregoj. Me që jemi herët, i presim që të bëjnë stërvitjen e mëngjesit këta çopaqullat. Mirë që kemi këtë pasqyrën këtu. Po. Me flokët e mia, se di kanë marrë mbrapsh. Anyway, kam akoma ca minuta dhe po përfitoj të ri këtu te staff room se është dhe qetësi, se pastaj te nursery bëhet Edhe harrova që doja t'ju thoja, Areli hoqi dhëmbin, atë që kishte mbushur, sepse infeksioni që kishte atëherë kishte prekur nervin, por tham ta mbushim dhe të shty, siç ju kam shpjeguar dhe e hoqi, ishte me Erionin, dhe më treguan si e kanë hequr se i kishte rënjër shumë keq, thash o zot. Mirë që s'isha unë aty, se nuk e di, shumë e vështirë, po shumë i fortë, shumë më shumë se sa unë. Edhe tani është mirë, thjesht mungoj një ditë që të rinte të shikonte se si ishte, se po ankoj shumë që i dhimte dhe shqyr që brenda ditës kishim në la një orar kështu urgent, po themi. Tani të mbush pak ujin. Wow! Të bëj një herë, për në të hapë të zotë. Nga bota, po është një të gjithë. Filqani. Shikoj pak edhe kam 3, 6, 7 kapsula. Mjaftojnë nga java tjetër në marcat e tjera prapë. Kaq. Të iki dhe në tualet pak, edhe të mbaroj kafen edhe të zbres poshtë. I lëshova flokët se nuk e di, kanë zënë për mbrapsh. Pushimi i parë. Ka ngra një patatin të vogël, edhe upsi pa e celule shtrydhe. Pastaj do ha drekën, kam marrë jacket potato sot. Praktikisht patate e pjekur. Me djathë edhe nuk mbaj mend çka ka tjetër, perime duhet të ketë, besoj. Tani me që s'ka njerëz, do ju tregoj shpejt e shpejt pakës dhomën që kemi të stafit, tavolina e madhe për të ngrënë, për të vendosur rrobat, divan, tavolina prap, divan, çanta ime këtu, edhe një divan tjetër.
Kemi kuzhinë me frigoriferra, lavastovilje dhe të gjitha gjërat që ka një shtëpi. Basically, lart nuk do ju filmoj. E po ju thoja nuk ju tregoj lart se mund t'jenë ka lajmërime gjërat e shkollës, kështu që kaq. Është praktikisht si shtëpi. Ndihesh shumë mirë. Come on, Mom. Merr atë. U lodhe mo? Hajde. Opa. Mommy. The Musical Museum. Do marri babi patate. Because Mom had chocolate. Po kishte çokolata ai ditën tjetër, që kanë pak të lulet. Na mos i hiq ato. Duam të verdhat i që kokën me. Po këto që kanë të qelura, s'më pëlqejnë. Okej. Hajde. Këtë do marrim që hajde Alina. Lëre o mam. Bravo. Pas ka pjepër. Marrim një pjepër, po kjo është jeshile, verdhë, si është. Më duket se nuk është e mirë. Qershit, kot fare. Avocado. Watermelon. Tu e ne avocado. Watermelon nuk ka. Watermelon. Strawberry. Strawberry hëngre në mëngjes o Alina. Hajde, shkojmë marrim atë që erdhëm të marrim. Buk. Sorry. Alina, kemi qumë është tamam. Tumors. Do marrim ca pancakes që t'i hani juve nesër në mëngjes. Qumësh kemi se kemi dha aktimel. Nuk kemi buk për tost. Mama, I found this. Apo e marrim nesër. Hajde. E mban dot ti? Që date është kjo? 9. Okej, This hier, one, mbaje. I'm gonna try this one.
Nuk besoj që do ju pëlqej kjo, do që të provojmë këtë. Po. Kjo është shumë e lirë. Okay, let's just Për do that. buke është, kjo nuk e di. E bardh. Let's see. Po pse e fute këtu këtë? Lejmë këtë vendi vetë. I found this in here. Come on, Alina. S'kemi ndonjë gjë Mom, I këtej. see Robo Ecim. coming. I see Robo coming. You actually didn't see me. Po marrim. Nuk kemi cornflakes, por... I found it here, Mom. I found this book here. Oh, Alina. Oh, Alina. Këto... si kanë vënë kështu? Po që kanë në mjajt. You're dropping lots of things. Po pra, se s'po më ndihmon ti. Edhe kam shumë gjëra në duar, hë? Hajde. Të marrim njerë këtë. Si biskota. E lej që dhe marrim nesër që marrë dhe unë. Apo, Why hajde. not these ones? We haven't had. I marim nesër, mami. Marim dhe një ujë. Se më I duket found se... this on the ground. Ma mos e le bukën në tokë të lutem. Mom, you ripped it. Edhe shikojmë, po mbaje në dorë pra. Edhe shikojmë për ndonjë verë. Gjeta verën time. Në fund. Kjo është e preferuara ime. No, I'm gonna hold it, Alina. Wow, you have lots of things. Sa mbarova tani stërvitjen. Edhe gjithsej 10 hapa i bëra që kur erdha në shtëpi, domethënë, këto 4000 llogaritën mbrapa. Por yes. Në fund. Më kanë ardhur këto pijamat për Relin dhe për Alinën dhe janë të personalizuara nga kjo Make Me Surprise. Kam patur edhe batanijet nga këto. Nuk do t'ja tregoj tani. Janë me fytyrën e tyre. Po duhet bëj një reel për Instagram, kështu që mund më ndiqni atje. Edhe ta shikoni, po duhet t'i laj, t'i e kuros që t'i veshin. Tamam, pavarësisht Alina i provoi të vetat, po janë kaq cute. Edhe mezi pres që t'i veshin, janë të shkurtra. Edhe thjesht do bëj një reel, pastaj do kenë edhe kod me ulje. Nëse doni të blini për shembull, janë, nuk e di, domethënë gjëja më e lezetshme që mund të jetë si dhuratë që t'i bëni dikujt. Ndërsa nga Temu kam porositur 1 milion gjëra për ditëlindjen e Alinës, që po e planifikoj në mendjen time, edhe normalisht pakot vijnë kështu të ndara. Edhe është pak acaruese se nuk di çka ke marrë dhe çka do vi akoma, por base do t'ja tregoj në një moment tjetër që t'i kem gjitha dhe t'ju tregoj paka shumë si kemi menduar që t'i bëhet. Kjo është një pinata që do mbushim vetë me kendi lëpirëse kështu gjërash. Kjo do t'jetë numri 5, mos kapoj, edhe këto gjërat e tjera nuk do t'ja tregoj tani kur t'i kem gati. Edhe këto. Kam gjëra për të bërë, por se di kur do t'i bëj. Kam akoma. Është edhe sekanta me gjëra këtu. Do t'i vendos të gjitha në një qese të madhe që t'i kem bashk. Edhe ta di që janë të ditëlindjes dhe ta shkruaj Alina aty. Ka kohë se është nga fundi korrikut, po disa vinin shumë vonë. Domethënë transporti vononte më shumë se 2 javë, kështu që thash i marr shpejt, ti shikoj ç'a është në rregull, ç'a s'është në rregull, edhe ti kem këtu domethënë, se po i lash për moment fundit, pastaj ngelen. Plus që janë gjëra shumë të lira, shkojnë pak në total, po në përgjithësi janë të lira, e dini ju. Temu.
Një gjë tjetër interesante që mora nga tema janë këto, që janë ngjitse për të vendosur korniza ose gjëra në mur, kur nuk do që të shpohet muri. Tani sa mbajnë si tek qysh, nuk e di, por nuk doja të shpoja murin këtu. Edhe kam patur këto kornizat. Janë shumë të lezetshme. Janë 3 copë. Kështu. Me këto vazot, po kombinojnë shumë bukur në mur për shembull. Po nuk doja të shpoja. Janë të lehta si peshk, kështu që thash ta provoj me këto. Po s'e di, s'jam e sigurt. Anyway, nuk do ta bëj këto kohë se s'kam kohë, por të shikojmë base në ndonjë kur të më kapi ajo dëshira si që ndryshoj tapetet e gjërat për ndryshuar shtëpinë. Modelin, domethënë, e gjërat. Kështu që do i mbaj një herë, të ruaj dhe këto se i vendos vend e pa vend e pastaj nuk mbaj mend ku i le. Kështu, kaq për momentin. Waterman Center. The whiskers are like Çfarë janë ato? whiskers. Çfarë janë ato? Veshët, Yeah, mustaqet. yeah. The bits here, I don't know what they're. Këto pra, mustaqet. Këto që janë këtu. Yeah. And then you draw the body. This is how I usually draw the body. And you draw the legs only here. Çeki të buza, që të është bë kuq. Shumë ftohtë. Are you ready? Are you ready? Yeah.